Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot do të përgatisim pite ose bukë me miell mistri dhe djath. Një ide e shpejtë dhe e lehtë, sidomos për ata që nuk kanë kohë. Del kam bukë e butë dhe teje të shijshme. Gjithçka që ju duhet, besoj se shumica i kanë në shtëpi. Nëse nuk keni miell mistri, mund ta zvendçoni me semolina ose grizë. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Në një tas do të shtojmë 3 vezë të plota, 100 gram salcë kosi ose nga pjesa e trashë e kosit, diku te 2-3 lugë gjelle, 200 ml me qumësht ose një gotë 200 ml, 150 gram vaj, diku te gjysmë gote, një brez me sheqer, kjo është opsionale sipas dëshirës, një lugë kafeje me krip, 15 gram pluhur për pjekje, baking powder, diku te 3 lugë kafeje, 150 gram miell mistri ose semolina. Do t'ju duhet një gotë plot. Pra do të përdorni miell mistri të imët ose grizë të imët. Vazhdojmë i përzijemi mirë për disa sekonda dhe më pas do shtojmë avash avash miell për të gjitha përdorimet. Diku te 1 kotë e gjys. 200 me 250 gram do e kujdesni dhe vetë duke e parë dhe me sy, derisa të harri konsistencën e brumit që shikoni në video. Duhet pak më e trashë se brumi i një keku. Është e mira ta sitisim miellin që mos të na formohen trupa, kështu që do na dalë dhe më e mirë pitja. Ja pra, kjo është konsistenca e brumit që duhet të ketë, të jetë brumi trash dhe të rrjedhë shumë ngadalë. Mbledhim ansorët me një shpatull ose një lugë dhe ky është trazimi i fundit e kemi gati. Në fund do të shtojmë djathin. Unë kam shtuar djath feta, sasin mund ta shtoni sipas dëshirës tuaj. E rëndësishme është mos të jetë shumë i kripur. Nëse është shumë i kripur, do e prisni dhe do e lini në ujë për të paktën një natë. Mund të shtoni dhe djathra të tjerë të dëshirës tuaj, siç është parmigiano. Kjo është opsionale, nuk është e nevojshme. Djathi i bardhë, nëse e keni dhe cilësor, bën teje të mirë. Dhe ja pra, brumin e kemi gati. Kam përdorur një tepsi katrore, 28 me 28 cm. Nëse e pëlqeni më të hollë, mund të përdorni një tepsi të madhe. Poshtë kam spërkatur me pak bukë të theku galet, ose mund të hidhni pak miell mistri, sipas dëshirës. Hedhim avash avash brumin, e hapi mirë në gjithë tepsin me një shpatull ose një lugë. Sipër kam hedhur sërish disa copa djathi, sigurisht mund ta thërmoni dhe me duar, unë e kam prerë në kubik të vegjël, me një lugë do i shtypim pak që të futen brenda te brumi, por do i lëm të jenë të dukshme sipër. Pak djath parmigiano, nëse dëshironi, kjo është sipas dëshirës. Pasi që kemi gati, do vazhdojmë me pjekjen. Pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë për afërsisht 45 minuta. Do e kujdesni dhe vetë derisa të marrin ngjyrë të artë sipër. Pas pjekjes do e lëm pak të kulloj dhe jemi gati për ta serviruar. Këtu të dashur miq, jemi në përfundimin e recetës për sot. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë dëgjofshim në recetën e radhës.